Shmendjave mundura pak më herët për shkak se ka dhe kandidat për gjykatën kushtetuese. Seanca e radhës do të jetë të premten. Tema thelbësore në seancën e së premtes janë 4 marrëveshje ndërkombëtare, pa një debat gjon rreth rezolutës propozuar nga Partia Demokratike, e cila është në diskutim e sipër. Ajo që unë mund të them është se grupi parlamentar Erasmus e Kosovës e mbështet që rezoluta të jetë si pikë e parë, për shkak se e shohim bukur të rëndësishme. Çështja e dytë ka të bëjë me informatën që dua t'ja vë ju edhe opinionit publik. Deputetja e nderuar Duda Vale ju ka bashku grupit Aleancë për Armiqtë e Kosovës si anëtare e grupit tonë parlamentar, edhe kjo është në agjendë. Dhe sfundi ajo që mund të them është se i gjithë debati në kryesi paka shumë për reflekton edhe këtë debatin që ndërlidhet me procesin zgjedhor. Shpresoj që këtë i kalohet dhe të votojmë marrëveshjen ndërkombëtare që një interes për vendin dhe shkakun e Kosovës. Ju falenderoj. Është në agjendë.